Procesi, them drejtën, fillon që në moshën 30-40 vjeçare, që do thot, Alzheimer është si thuar si një kancer në stadin terminal, në moment që diagnostikohet, tashmë dihet fundi. Ne mund vetëm të ngadalësojmë procesin, por që fundi dihet, që është vdekja, dhe nuk është një vdekje direkte, që ka të bëj, zvoglohet truri dhe unë do vdes, sepse nga truri nuk vdes direkt, indirekt sepse pjesë të caktuar të si ta dalloj një 30-40 vjeçar nëse mund të vuajë nga Alzheimer? Jo, nuk mund ta dalloj në pjesën e simptomave, por procesi në nivel mikrobiologjik ndodh që në moshën 30-40 vjeçare. Kemi sot një kur? Në vjeshtën e vitit 2025... Ose një kur parandalusa, se dakord nuk ka një... Parandalusa jo, si që thash është stili jetesës, gjumi, është aktiviteti fizik, është kjo jeta aktive që nëzit këtë që quhet dhe rezerva kognitive. Është lejuar një vaksin në vjeshtën e vitit 2025, paktën në Gjermani, Lecanemab, është një mjekim me antikërpa që bën të mundur thjesht largimin e këtyre amiloid beta, që do të thot nuk e ndalon komplet shfaqjen e sëmundjes, por thjesht e ngadalëson shumë.